Avokati Leonard Karaj ka deklaruar në një emision se Bankers, ndonse raporton prej vitesh humbje, ka dhënë donacione të mëdha për fondacionin e udhëhequr nga Liri Berisha. Sipas Karajt, kjo i jep sens dyshimeve se donacionet nuk ishin thjesht filantropi, ato mund të kenë shërbyer për blerje heshtjeje në media për të fshehur shkelje financiare. Bankers, sipas hetimeve, deklaronte shpenzimet e larta, përfshirë me nën kontraktor, ndërkohë që nën kontraktorët rezultonin me fitime të mëdha. Pra fitimet hiqeshin nga Bankers që deklaronte humbje. Hetimi filloi me akuzat për shmangje fiskale, fshehje të ardhurave, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Për periudhën 2004-2024, hetuesit thonë se Bankers Petroleum eksportoi dhe shiti karburant në vlerë shumë të madhe, por deklaronte humbje në bilance, duke manipuluar shpenzimet për të shmangur tatimet mbi fitimet dhe për të marrë rimbursime të dyshimta të TVSH-s. Sipas prokurorisë, dëmi total për buxhetin e shtetit mund të arrijë në disa miliarda euro. Por përse akuzohet blerja e heshtjes në media? Akuza bazohet në dy element kryesor, se Bankers, përkundër raporteve humbjeje, vazhdonte të bënte shpenzime të mëdha, duke përfshirë fonde për media, donacione dhe se një pjesë e shpenzimeve vinte te nën kontraktorët që raportonin fitime. Avokati Karaj thotë se kjo rutinë nuk mund të jetë rastësi, por e planifikuar për të fshehur aktivitetin real.